Të dashur dëgjues, në videon e sotme do të flasim për dallimin ndërmjet gjarprinjve helmues dhe jo helmues. Aktualisht njihen rreth 3900 deri 4000 lloje gjarprinjsh në mbar botën. Ky numër ndryshon pak her pas here, sepse zbulohen specie të reja dhe kjo bën që të rishikohen klasifikimet shkencore. Ndarja kryesore e gjarprinjve bëhet në gjarprinj jo helmues dhe helmues. Gjarprinjt jo helmues përbëjnë rreth 75 deri 80% të gjitha llojeve. Këta gjarprinj e vrasin gjahun e tyre me shtrëngim dhe e gëlltisin gjysmë të gjallë. Për shembull, gjarprinjt boa, pitonët dhe gjarpri i shtëpisë. Gjarprinjt helmues. Këta gjarprinj përbëjnë rreth 20 deri 25% të gjitha llojeve. Ata përdorin helmin e tyre për gjueti dhe mbrojtje. Për shembull, kobra, nepërka, mamba dhe gjarpri i detit. Disa nga familjet kryesore të gjarprinjve janë Colubridae. Kjo është familja më e madhe e gjarprinjve dhe shumica e tyre nuk janë helmues. Viperidae. Në këtë familje hyn nepërkat. Elapidae. Në këtë familje hyn kobra, mamba dhe tajpan. Pythonidae. Në këtë familje hyn piton dhe boa. Dhe Hydropinae. Në këtë familje hyn gjarprinjt e detit. Lind pyetja: ku jetojnë gjarprinjt? Gjarprinjt jetojnë në pyje, shkretëtira, male, në ujëra të ëmbla dhe dete. Jo të gjithë gjarprinjt janë të rrezikshëm për njeriun. Nga 4000 lloje, vetëm rreth 600 deri 700 janë helmues dhe më pak se 200 konsiderohen vërtet të rrezikshëm për jetën e njeriut. Çfarë do të thotë i rrezikshëm? Një gjarpër quhet i rrezikshëm kur ka helm të fortë, mund të injektojë lehtë helmin e tij dhe jeton në zona ku ka kontakt me njerëz. Gjarprinjt më të rrezikshëm janë kobra. Kjo ka helm neurotoksik. Mamba e zezë është shumë e shpejtë dhe ka helm të fuqishëm. Tajpan ka helm ndërmëvdekjeprurësit. Nepërkat janë më të zakonshmet në Europë. Gjarprinjt e detit kanë helm shumë të fortë, por rrallë kafshojnë. Disa fakte të rëndësishme janë: shumica e kafshimeve ndodhin kur gjarpri shqetësohet ose shkelet. Gjarprinjt nuk sulmojnë pa arsye. Me mjekësinë moderne, shumica e kafshimeve nuk janë fatale. Globalisht ndodhin rreth 5 milion kafshime në vit, por rreth 80 deri 140.000 janë vdekjeprurëse, kryesisht në zonat rurale pa ndihmë mjekësore të shpejtë. Lind pyetja: si të mbrojemi dhe ta shmangim një gjarpër? Mbrojtja nga një gjarpër bazohet kryesisht te parandalimi, qetësia dhe sjellja e duhur. Mos u afro dhe mos e prek edhe nëse gjarpri duket si i ngordhur. Qëndro i qetë, lëvizjet e shpejta e provokojnë. Duhet mbajtur distancë të paktën 2 metra dhe largimi bëhet ngadalë dhe pa kthyer shpinën. Parandalimi gjatë ecjes në natyrë. Vishen këpucë të mbyllura dhe pantallona të gjata. Shikohet mirë ku shkel, sidomos në barë të lartë dhe gur. Përdoret një shkop për të lëvizur shkuret para se të kalosh. Dhe nuk duhen futur duart në vryma, gur ose trungje. Vendi rreth shtëpisë. Mbajtje pastër e oborit, pa grumbujdrush dhe gurësh. Mbyllje e vrymave dhe çarjeve. Dhe largim i brejtësve.
Miu i tërheq gjarprind. Në rast kafshimi nga një gjarpër, mos vrapo. Qetësia nga dalëson për hapjen e helmit. Izolo gjymtyrën e kafshuar. Hiq bijuterit, unaza, vërzëlyk dhe shko urgjent në spital. Nuk duhet bërë kur thithja e helmit. Mos e prek plagën. Mos vendos akull ose alkol. Dhe mos përdor turnikete forta. Gjithmonë duhet kujtuar se gjarprind nuk e shohin njeriun si pre. Kafshimet ndodhin kryesisht nga frika dhe vetmbrojtja. Lind pyetja: si dallohen gjarprind helmues dhe jo helmues? Dallimi mes gjarprinjve helmues dhe jo helmues bëhet nga disa shenja fizike dhe sjelljeje, por duhet theksuar se asnjë shenjë nuk është 100% e sigurt. Prandaj gjithmonë duhet mbajtur distancë. Shenjat dalluese më të zakonshme janë: syt. Gjarprind helmues shpesh kanë bebës vertikale, si macja, dhe gjarprind jo helmues zakonisht bebzën e syrit e kanë të rrumbullakët. Forma e kokës. Gjarprind helmues kanë kokë triangulare, që është kokë shumë e gjerë se qafa, dhe gjarprind jo helmues kanë kokë ovale, e cila vazhdon njësh me qafën. Shumë gjarprinj jo helmues e rrafshojnë kokën për të dukur të rrezikshëm. Dhëmbët e gjarprinjve. Gjarprind jo helmues kanë dhëmbë injektues të helmit, ndërsa gjarprind jo helmues kanë vetëm dhëmbë të vegjël për kapjen e ushqimit. Kjo nuk shihet pa u afruar, por nuk duhet provuar. Trupi dhe bishti i gjarprinjve. Gjarprind helmues kanë trup më të trashë dhe bisht më të shkurtër, dhe gjarprind jo helmues kanë trup më të hollë dhe bisht më të gjatë. Ngjyrat e gjarprinjve. Gjarprind helmues shpesh kanë ngjyra paralajmëruese, dhe gjarprind jo helmues kanë ngjyra më të zbehta, por ka shumë përjashtime dhe nuk duhet mbështetur vetëm te ngjyra. Disa shenja specifike të gjarprinjve në Europë janë: në përkat kanë kokë trekëndore dhe një shenjë zigzag në shpinë. Gjarpri i barit jo helmues ka njolla të verdha pas kokës. Gjarpri i ujit jo helmues shpesh ngatërohet me nëpërkën. Një rregull i fuqishëm është: nëse nuk je i sigurt, çdo gjarpër shikoje si helmues. Mbaj distancë dhe mos u përpiq ta identifikosh nga afër. Lind pyetja: pse gjarpërinjt e ndërrojnë lëkurën? Gjarpërinjt e ndërrojnë lëkurën për disa arsye shumë të rëndësishme biologjike. Ky proces quhet zhveshje. Zhveshja ndihmon për t'u rritur. Lëkura e gjarprit nuk rritet bashkë me trupin. Kur gjarpri rritet, lëkura e vjetër bëhet e ngushtë, prandaj ai duhet ta heqë dhe të nxjerrë një lëkurë të re më elastike. Lëkura e re tek gjarpërinjt shëron plagë të vogla, riparon dëmtime, zhvendëson pjesët e konsumuara. Gjithashtu, duke u hequr lëkura e vjetër, largohen dhe parazitët. Me lëkurën e vjetër largohen riqra, merimanga, baktere dhe parazitë të tjerë të jashtëm. Zhveshja e lëkurës së gjarprit ndikon në përmirësimin e shikimit. Para zhveshjes, sytë e gjarprit bëhen të trubullt, blu në gri. Pas ndërimit të lëkurës, sytë pastrohen dhe shikimi përmirësohet ndjeshëm. Lind pyetja: sa shpesh ndodh kjo? Gjarpërinjt e rinj e ndërrojnë lëkurën pas disa javësh, ndërsa gjarpërinjt e rritur e ndërrojnë lëkurën e tyre 2 deri 4 herë në vit. Para se të ndërrojnë lëkurën, gjarpërinjt janë më të ndjeshëm.
janë të nervozuar dhe më pak aktiv. Prandaj, zakonisht ata fshihen dhe i shmangen rrezikut. Lind pyetja: a komunikojnë gjarpërinjt? Po, gjarpërinjt komunikojnë, por jo si shumica e kafshëve. Ata nuk përdorin zëra apo mimik, por forma shumë më të heshtura dhe subtile komunikimi. Gjarpërinjt lëshojnë aroma dhe nëpërmjet aromave ata kuptojnë nëse një gjarpër është mashkull apo femër, nëse është gati për çiftëzim dhe gjithashtu kuptojnë territorin e një gjarpëri tjetër. Kjo përdoret shumë gjatë sezonit të çiftëzimit. Gjarpërinjt përdorin komunikim vizual. Edhe pse shikimi i tyre nuk është shumë i zhvilluar, ata përdorin pozicionin e trupit, ngritjen e kokës dhe fryrjen e qafës, si për shembull kobra. Këto sinjale tregojnë kërcënim, mbrojtje dhe dominim. Gjarpërinjt nuk kanë korda zanore. Ata fryjnë ajrin për të paralajmëruar. Gjarpri me zile përdor zilen e bishtit për alarm. Kjo nuk është bisedë, por sinjal rreziku. Gjarpërinjt janë shumë të ndjeshëm ndaj dridhjeve dhe lëvizjeve në tokë. Prandaj, ata ndjejnë menjëherë afrimin e kafshëve dhe kuptojnë praninë e gjarpërinjve të tjerë. Ky informacion bazohet në fakte të mbledhura me ndihmën e një asistenti inteligjent.